Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku sërish ka pasur luhatje, ka pasur korektime në mënyrë të veçantë të çmimit të naftës, pas rritjes me rreth 15% në sesionin e kaluar, kur nafta u rrit deri në $110 për fuqi, sot ka rëndjeshëm me mbi 8% duke zbritur në nivelin e $90. Edhe në orët e pasdites të mbrëmjes më saktë në sesionin amerikan, tendenca e çmimeve ishte në rënje pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se Shtetet e Bashkuara kanë kryer misionin e tyre në Iran, që do të thotë se lufta mund përfundojë shumë shpejt. Të gjitha këto zhvillime në tregje ndërkombëtare kanë dhënë efekte edhe në tregun e brendshëm të këmbimit të monedhave, me një forcim kryesisht të dollarit amerikan dhe në anën tjetër me një qëndrueshmëri por me një tendencë në rënje të monedhës europiane. Dollari fillimisht ka fituar 0.22% vlerës për shkak të forcimit monedhës së gjelbërt në tregjet ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, dollari është ngjitur mbi nivelin mesatar të 83 lekëve, ku votohet më eksaktësisht, sipas dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, në 83.02 lekë, ndërkohë euro është rritur lehtë me vetëm 0.06%, pas thuajse një jave vetëm në rënje graduale, sot është rritur me 0.06% vlerës, por gjithsesi vjen të qëndrojë pranë niveleve më të ulta historike. Mesatarisht euro këmbet me 95.95 lekë, paundi britanik ka fituar 0.31%, kuotohet në 110.72 lekë, ndërsa franga zvicerane, që cilësohet si një aset i sigurt në periudhat trazirave, është në rritje me 0.65% vlerës, kuotohet në 106.6 lekë. Jeni japonez është në rënje të lehtë me 0.05%, mesatarisht këmbet me 52.4 për çdo 100 lekë, ndërsa dollari australian është në rritje me 0.2% vlerës, kuotohet në 58.24 lekë. Dollari kanadez ka fituar 0.72%, duke realizuar fitimet më të mëdha në përqindje në raport me lekun, këmbet me 61.34 lekë. Korona suedeze është e pandryshuar, kuotohet në 8.97 lekë dhe ajo norvegjeze është rritur lehtë me 0.03%, kuotohet në 8.61 lekë mesatarisht. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor, ndërkohë në tregjet ndërkombëtare vjetre përgjithsisht një qetësi në tregun e monedhave me një korektim të euros, ndërkohë vjetre një rënje ndjeshme e çmimeve të naftës. Do të shohim tani ecurinë e tregjeve deri në këtë moment, ku vjetre një rritje, një korektim i euros përballë dollarit amerikan dhe gjithçka ka ndryshuar në bursa në mbrëmjen e dieshme pas deklaratës së bërë nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili tha se lufta është drejt përfundimit, Shtetet e Bashkuara e kanë realizuar misionin në Iran. Por megjithatë, ka pikpyetje të mëdha në lidhje me mënyrën se si do të zgjidhet ky konflikt, sepse në anën tjetër Irani është kundërpërgjigjur zyrtarisht Shteteve të Bashkuara deklaratës së Donald Trump, duke thënë se lufta do të përfundojë kur të themi ne. Gjithsesi ka optimizëm në tregje, duke nisur me tregun e monedhave. Euro në sesionin e sotëm është rritur me 0.11% vlerës dhe mesatarisht këmbet me 1.1649 dollar. Paundi britanik gjithashtu është rritur me 0.24% vlerës, në raport me dollarin këmbehet me 1.3467 dollar. Përballë frangës, monedha e gjelbërt ka humbur 0.17% vlerës, këmbehet me 0.7758 franga, ndërsa dollari australian është në rritje me 0.24%, këmbehet me 0.7104 dollar. Dollari kanadez ka fituar 0.05% vlerës, këmbehet me 0.7363 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari ka humbur 0.13% vlerës, mesatarisht këmbehet me 157.43 yen. Investitorët gjithsesi vijojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet në lindjen e mesme ditën e dieshme zyrtarisht. Mojtiba Khamenei është emëruar si lideri suprem, duke pasuar në këtë detyrë babain e tij, i cili u vran nga sulmet e Shteteve të Bashkuara dhe Iranit në datën 28 shkurt, kur nisi edhe fushata e sulmeve ajrore nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ndaj Teheranit. Ndërkohë në tregun e kriptomonedhave vjet re një tendencë në rritje në sesionin e sotëm, me Bitcoin që ka shkuar pranë nivelit të $70.000, madje ka tejkaluar këtë nivel. Ka fituar në sesionin e sotëm 2.69% dhe mesatarisht Bitcoin kuotohet në $70.855. Edhe Ethereum është në rritje, është ngjitur madje mbi nivelin teknik të $2.000,
Me eksaktësisht trajtohet në $2062.84 në rritje me 1.8%. Ripple kuotohet në $1.3961 në rritje me 1.64%, ndërkohë Litecoin është në rënje të lehtë me 0.07%, këmbehet mesatarisht me $54.13 dhe Bitcoin Cash ka humbur 0.76%, kuotohet në $427.22 për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërsa për sa i përket historisë së tregut të naftës, në sesionin e sotëm benchmarkët kryesor kanë humbur 8.8% vlerës pasi u kthye në territor negativ që në sesionin e kaluar, me njerë pasi Donald Trump tha që misioni i Shteteve të Bashkuara në Iran ka përfunduar duke sinjalizuar njëkohësisht se shumë shpejt konflikti do të marrë fund dhe njëkohësisht ai ka deklaruar se do të fillojë qarkullimi do të rrjedhë nafta, do të qarkullojnë anijet në gjirin e Hormuzit. Megjithatë, një qëndrim ndryshe ka pasur nga Teherani zyrtar. Njëkohësisht investitorët presin edhe disa dhëna ekonomike që do të publikohen më vonë gjatë ditës së sotme në Shtetet e Bashkuara, gjithashtu edhe në kontinentin evropian. Brendi Londrës tregtohet në $90.83 për fuqi në rënje me 8.22%, duke humbur rreth $16 nga niveli prej $106 që tregtoi në mesditën e ditës së dieshme. Edhe nafta bruto amerikane ka rënë me 8.56%, kuotohet në $86.66, ndërkohë nafta e përpunuar në bursën e Londrës pasi humbi rreth $300 për ton në sesionin e kaluar, nga rreth $1.300 që tregtoi në sesionin evropian, zbriti në sesionin amerikan poshtë $1.000, ndërsa sot është në rritje me 6.54%, kuotohet në $1.014.62 për ton. Ndërsa në tregun e metaleve të çmuara, ari në sesionin e kaluar humbi mbi 1% të vlerës, ndërsa sot i është rikthyer sërish fitimeve, duke rikuperuar thuajse të gjitha humbjet e një dite më parë, ka fituar 1.72% dhe ari tregtohet në $5.191.3 për onzë. Vjon qëndroi edhe për shkak të tensioneve gjeopolitike mbi nivelin e $5.000, ndërsa një mbështetje po e ofron edhe zhvlerësimi i dollarit amerikan. Argjendi realizon fitimet më të mëdha në përqindje me 5.92%, tregtohet në $89.53 për onzë dhe platini ka fituar 2.45% të vlerës, tregtohet në $2.222 për onzë. Njëkohësisht do të vjojnë edhe bisedimet diplomatike. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për lindjen e mesme do të mbërrijë shumë shpejt në rajon, në lindjen e mesme, në përpjekje për të arritur një marrëveshje, për të arritur fillimisht një armëpushim dhe më pas një marrëveshje që me shumë mundësi do të jetë edhe afatgjatë. Ndërkohë në tregun e aksioneve, të gjitha bursat janë rikthyer fitimeve në sesionin e sotëm për të njëjtën arsye, shpresave se konflikti në Iran mund të marrë fund. Pas humbjeve me mbi 2.5% në sesionin e kaluar, sot bursat europiane janë rikthyer fitimeve dhe FTSE 100 i Londrës është rritur me 1.32%. DAX i Gjermanisë dhe CAC 40 i Parisit kanë fituar 2 dhe 1.88%, indeksi zyriju CMI është rritur me 0.84% dhe FTSE MIBI i Milanos ka fituar 2.58% të vlerës. Ndërkohë në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar, sërish tendenca ka qenë në rritje, Dow Jones ka fituar 0.5%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë rritur me 1.38 dhe 0.83% të vlerës. Edhe kontratat futures sugjerojnë një hapje në territor pozitiv të Wall Street në sesionin e sotëm, sepse ka një optimizëm për dhënien fund konfliktit në lindjen e mesme konfliktit në Iran. Do të shohim shkurtimisht edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku fitimet më të mëdha realizohen nga sektori energjetik, por edhe kompanit bankare. Siemens Energy është rritur me 5.18%, Infineon, Commerzbank, Continental dhe Deutsche Bank kanë fituar nga 4.37 deri në 5.07%. Në anën tjetër, në performancën më dobët në bursën e Frankfurtit, humbjet kryesohen nga sektori i prodhimit të armëve dhe pikërisht lajmet për dhënien fund konfliktit, përkthehet në më pak në një kërkesë më të ulët për armatim. Rheinmetall, pikërisht kompania gjermane e prodhimit të materialeve ushtarake, ka rënë me 1.14%, Merck, Beiersdorf, SAP dhe Deutsche Börse kanë humbur nga 0.33 deri në 0.91%.